Pas një momenti të vështirë që e vuri përballë frikës dhe pasigurisë, Alba ka zgjedhur të flasë me zemër të hapur për të shprehur mirënjohjen e saj ndaj atyre që i qëndruan pranë në çastet më delikate. Pas rënies së fortë pas koke, një situatë që mund t'i ndodhte kujtdo dhe që kërkonte reagim të menjëhershëm, ajo u përball me realitetin e brisht të shëndetit në ato momente, kur çdo sekond ka rëndësi dhe kur ankthi të pushton mendjen. Spitali Amerikan ishte aty. Mjekët, infermierët dhe i gjithë stafi u treguan të gatshëm, profesional dhe mbi të gjitha njerëzor. Alba u trajtua me kujdes, seriozitet dhe vëmendje maksimale, duke i dhënë jo vetëm ndihmën mjekësore të nevojshme, por edhe qetësinë shpirtërore që në ato çaste vlen po aq sa çdo ndërhyrje. Faleminderit nga zemra, është mesazhi që ajo përcjell. Jo thjesht si një formalitet, por si një ndjenjë e thellë mirënjohjeje për mënyrën se si u prit, u dëgjua dhe u trajtua. Ajo thekson se profesionalizmi dhe përkushtimi i stafit bën diferencën në një situatë ku frika mund të kishte marrë përparësi. Alba vlerëson veçanërisht faktin që nuk u ndje asnjëherë vetëm. Çdo sqarim u dha me durim, çdo veprim u bë me kujdes dhe çdo hap u shoqërua me empati. Këto janë detaje që nuk harrohen lehtë, sidomos kur je në një gjendje të ndjeshme fizike dhe emocionale. Ky falënderim është edhe një kujtesë se pas institucioneve janë njerëz që punojnë me përkushtim të madh, që zgjedhin çdo ditë të jenë aty për të tjerët, edhe në orët më të vështira. Për Albën, kjo përvojë ishte një mësim i fortë. Shëndeti është pasuria më e madhe dhe mbështetja profesionale në kohë reale është jetike. Në fund të mesazhit të saj, Alba shpreh mirënjohje për çdo dorë që u shtrit drejt saj, për çdo fjalë qetësuese dhe për çdo përkujdesje të treguar. Një falënderim i sinqert që vjen nga një moment i vështirë, por që sot kthehet në forcë, reflektim dhe vlerësim për jetën.